Mirë se erdhët në Reze Dielli. Jemi me profesor doktor Edmond Pistulli, është mjek kardopediatër, do të marrim këshilla të vlefshme për gjithë prindrit gjyshit që rrisin fëmijë në këto ditë të nxehta dhe sigurisht që janë të ekspozuar në plazh, në temperaturat e larta të këtyre ditëve të nxehta, e padyshim përveç se lojrave dhe pushimeve të këndshme që jeni duke kaluar, fëmijët janë më të ekspozuar dhe ndaj disa shenjave të ndryshme ose shqetësimeve të ndryshme shëndetësore, goditja nga dielli, diareja, problemet gastrointestinale, si do t'i menaxhojmë ne si prindër dhe kur duhet të shkojmë tek mjeku. Mirë se erdhët, doktor. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që jeni në studion ton. Të flasim fillimisht se cilat janë këto problemet më të shpeshta të kësaj periudhe. Urgjencat pediatrike, ne jemi nisur në fakt dhe nga imbotimi juaj, urgjencat pediatrike ndihma e parë në sëmundjet urgjente pediatrike dhe ju i keni kushtuar një rëndësi dhe një vëmendje të veçantë të gjitha këtyre shqetësimeve, si ato i menaxhojnë mjekët edhe prindrit duhet patjetër ta kenë në shtëpi një botim të tillë, por le ta zbërthejmë pak verën. Çfarë ndodh tani në verë? Cilat janë ato urgjenca? Karakteristika kryesore që takohet ose që ndeshet tek fëmijët në stilin e verës janë pikërisht temperaturat e larta. Temperaturat e larta kanë një ndikim shumë më të theksuar se tek të rriturit në raport me fëmijët. Ndërsa të rriturit e menaxhojnë në një farë mënyrë temperaturën, pra temperatura tek të rriturit tek adultët mbetet konstante pavarësisht se sa është temperatura e ambientit, tek fëmijët nuk ndodh kështu. Tek fëmijët shpeshherë kemi të bëjmë me një ndikim shumë më të dukshëm, shumë më të spikatur, kur temperatura e ambientit, e mjedisit është e lartë, kjo ndikon dhe në organizmin e fëmijës. Pra, fëmija nuk e ka atë aftësinë për të mbajtur në mënyrë të pavarur temperaturën, të mos ndikohet nga mjedisi jashtëm. Dhe kjo sigurisht sjell çrregullime në aktivitetin e organeve të ndryshme. Sa më i vogël që tjetë fëmia dhe që një fëmijë që i ekspozohet temperaturave të larta në stilin e verës, aq më të dukshme, aq më evidente dhe ndoshta aq më të rënda janë pasojat. Temperatura e lartë e mjedisit sigurisht që shpeshherë është një fenomen duke pasur parasysh që prindrit i marrin fëmijët në plazh, edhe bebe të vogla, 2-3 muajshe. Bebeve të vogla dhe 2-3 muajshe, i mbajnë në makinë shpeshherë me idenë që mos i bien rrezet direkt, por i mbajnë në makinë dhe kjo. Edhe me kondicioner. Edhe me kondicioner, gjëra të cilat janë jo të këshillueshme për një fëmijë të vogël. Dhe shpeshherë pasojat duket sikur filluan në mënyrë të papritur ose shenjat shfaqen në mënyrë të papritur. Këto janë pasojë pikërisht e ndikimit të nxehtësisë ose goditjes që e quajnë populli, goditja nga dielli, më ra dielli në kokë. E ka dielli në kokë. Në përgjithësi çdo temperaturë e mjedisit është goditje nga nxehtësia. Ndërsa në momentin që në fëmijët ndodhen në plazh dhe janë në ndikimin e diellit, quhet goditje nga dielli. Si fenomen është i njëjtë, është goditje nga nxehtësia. Pra, pavarësisht kur është në ndikimin e diellit, është më evident, më i dukshëm. Si fillojnë pastaj shenjat klinike? Çfarë ndodh në Shenjat klinike fillojnë zakonisht me sa më i vogël që jetë fëmia. Duke pasur parasysh që fëmia nuk është në gjendje të menaxhojë si pasojë e papjekurisë të sistemeve dhe organeve të ndryshme, fillojnë të ndërthojza sikur të thahet ky fëmijë. Pra fillon një tharje e lëkurës, një tharje e mukozave të gojës, një tharje e buzëve, fillon të agjitohet fëmia pa ndonjë shkak të dukshëm, sepse nuk është si tek i rrituri që ti thua do ujë një fëmijë 2 muajsh. Pra, shpeshherë mendohet që simptomat ose pasojat që vinë nga goditja, nga nxehtësia, e theksoj të nga nxehtësia, sigurisht janë të lidhura dhe vinë në mënyrë të papritur, sepse çdo fëmijë në periudhën e verës duhet i jepet ujë edhe kur s'ka etje, edhe kur s'kërkon. Që ka shpreha që ujin do ta pi me zor, se jo ushimin. Pikërisht. Edhe është shumë e rekomandueshme që edhe fëmijët e vegjël, edhe fëmijët latant që themi ne, është rekomandueshme që të përdorin ujë gjatë periudhës së verës. Po, se e dëgjova dhe pak më herë që u konsumua si bisedë me një prej prindërve këtu,
Kur fillohet jepet ujë fëmijës, bebes vogël latante? Bebes vogël, sidomos fillohet që me mas ditëve të para, do thosha, mas 28 ditë të parë që quhet neonat fëmija, është rekomandueshme që fëmija të fillojë të mësohet me shijen e ujit. Unë kam raste që janë fëmijë nga 2-3 vjeç që s'pin ujë, sepse prindrit i japin në gjë frutash dhe mendojnë që lëngu ujë frutave zëvendëson ujin. Absolutisht, ka më shumë sheqer dhe i bën më shumë dëm se sa... Në asnjë mënyrë nuk rekomandohet. Uji është, si thua, katalizatori që përshpejton të gjitha reaksionet në organizëm. Edhe ato që, sepse fëmijët janë kryesisht në qumshin e gjirit, dhe justifikimi i nënave është që ka ujë qumshtin, ndaj dhe nuk po japin. Jo, nuk është në sasin që merr, për shembull, një fëmijë 2 muajsh, mund të marrë edhe 3-4 lugë ujë në ditë për të mësuar me. Dhe mos tani në temperaturat dhe shpesher në ato fëmijë të cilët janë mbi peshë, megjithëse ushqejnë me gjë, si pasojë e përqindjes së lartë të ndyrës në gjirin e nënave, rekomandohet dhe uji për hollimin në një farë mënyre të qumshit të gjirit. Pra, unë do thosha që dhe do të rekomandoja që uji nuk është i dëmshëm. Absolutisht, uji është jeta. Uji është jeta. Si du të veprojmë në momentet e para që ne shohim këto simptoma që ju përmendët? Ajo goja e thatë, ajo koputja, agitimi, tregojnë që ky fëmijë është goditur nga nxehtësia. Zakonisht, duhet të theksoj një diçka shpeshherë e ceka pak përpara që fëmijët e vegjël merren në plazh dhe mbajnë çadër. Sot është vërtetuar shkencërisht nga shumë punime që edhe fëmijët të cilët rrinë hije, nxehtësia është e njëjtë. Nxehtësia është e njëjtë dhe e marrin atë që quhet goditje nga nxehtësia. Prandaj nuk rekomandohet nga ora 11 deri në orën 6 mas dreke që fëmijët të dalin edhe në çadër, edhe në hije. Sidomos fëmijët deri në moshën 12 ose 18 muajsh. Në mënyrë kategorike jo. Sepse ne shohim për ditë që fëmijët i marrin, i nxjerrin në çadër, në plazh këtu. Nuk rekomandohet dhe është për lëkurën, për syt, pastaj nxehtësia tjetër gjë që është thelbi për cilin po flasim. Këto janë çrregullimet kryesore të ndikimit të nxehtësisë tek fëmijët e vegjël janë kryesisht në tru. Pra është pikërisht truri që fillon e ndjen i pari dhe që manifestohet me shqetësime siç është shqetësimi, të qarat pa shkak të dukshëm. Ngadonjëherë mund të përfundojnë deri në konvulsione, në humbjen e vetdijes, e tund fëmijën dhe nuk reagon, dhe që nuk ka ndonjë sëmundje infeksioze, por vjen pikërisht si rezultat i nxehtësisë së lartë të mjedisit ku është. Pra, gjë e parë, kur shikojmë një fëmijë të tillë, duhet ta largojmë nga mjedisi ku është. Absolutisht. Mund ta vazhdojmë ta lejmë atje që të merresh me si thua me menaxhimin e rastit. Duhet të çuar në një vend të freskët. Zakonisht mund të përdorim peshqira të lagur, nëse shikojmë që lëkura është e thatë, është e skuqur, është i agituar, një fëmijë që mezi reagon. Ne duhet kemi parasysh që shpeshherë fëmijët që qajnë janë shumë pak të rrezikshëm në rrethojza sesa fëmijët që janë si të përgjumur. Një fëmijë i përgjumur ka shumë probabilitet për të përfunduar rënd edhe për të vdekur sesa një fëmijë që qajnë. Fëmijët që qajnë shpeshherë na vinë ne me që po thonë që ka 2 orë që qajnë. Edhe nuk vdes fëmia nga i qara. Por vdes shumë kollaj një fëmijë i cili është i përgjumur, që nuk reagon, që e ka efektin nga nxehtësia e lartë. Edhe kur kanë temperaturë, shpeshherë na kanë thënë mjekët e fëmijëve tanë që a është aktiv fëmia apo luan apo është i përgjumur, sepse kjo e dyta është më e rrezikshme. Shumë e rrezikshme sepse vjen është një simptom i trurit, i prekjes së trurit. Pra kjo përgjumja, kjo mos aktivizimi, mos reagimi ndaj ngacmimeve, është shenjë që tregon që kemi të bëjmë me një prekje të trurit. Dhe në këto raste, sigurisht, po të kapet në momentet e para, dhënia e solucioneve është shumë efikase. Një banjë me ujë me temperaturë 37 grade gjysmë që mund t'i bëhet fëmijës. Shtimi i sasisë së lëngjeve, jo frutave, jo lëngjeve të shtrydhura. Lëngjet të shtruar them ujë. Pra, uji është ilaçi, meqense deri 70% e trupit të një fëmije është i përbërë nga uji. Dhe në momentin që i ikën këto, fillojnë ato shenjë që janë manifestohen shenja të rënda që konsiderohen si dehidrim. Pra, ikje e lëngjeve të trupit
Quhet ky proces quhet dehidrimi i trupit të fëmijës. Dehidrim, Ka shenjë të tjera sepse tek figura po shohim atë prekjen dhe mjekët e manifestojnë me këtë prekjen. Pse e kuptojmë tek pjesa e barkut këtu këtë lëkurën? Ka 3 shenja që janë të lidhura me atë që quhet dehidrim. Pra, problemi fillon kur të shfaqet dehidrimi. Por si ta kuptoj një prind që ky fëmijë ta kuptoj në shtëpi dhe të direkt të veprojë. Në këto raste po e kuptoj njëra nga këto sikur të rezultojë pozitive, pra pozitive ne konsiderojmë kur del në pa si shenjë, duhet me njëherë të drejtohet në spital, sepse ky fëmijë ka nevojë për perfuzione, nuk mund të mjekohet me lëndje nga goja. Po, duhet patjetër të marrë serumin. Kush është ajo që quhet një ndër to është ajo që quhet plika kutane, që ne e shohim tek fëmijët. Pra, nëse kapet me 2 gishta lëkura e barkut dhe tërhiqet, lëkura ngel si plastelin, nuk shkon me njëherë në vend. Kjo tregon që në organizëm kemi mungesë të lëngjeve. Kjo shenjë që është pozitive, duhet të bëj familjarin, prindin, nënën, babën, të shkojë me njëherë në spital, për të marrë perfuzione, për të marrë lëngje. Shenja tjetër, janë nga ndonjëherë tharje e mukozave të gojës, por që shpeshherë fëmijët e zakonisht mukozat e gojës, ose pjesa e brendshme e gojës, duhet jetë e lagësh gjithmonë. Nuk mund të jetë e thatë. Pra, nëse ne me gishin e vogël, të larë, sigurisht, fusim në gojën e fëmijës dhe shohim dhe kur e nxjerrim gishin ky deli thatë, kjo tregon që ky fëmijë ka humbur lëndje. Duhet shkojë në spital që të rihidrohet me solucione venoze. Me solucione venoze. Dhe një shenjë tjetër e treta është syt? Jo, syt janë në fazat avancuara kur fëmijët qajnë pa lot. Okej, pra syt të qarë në të thatë, si që në të thatë, eksakt. Por është fazë avancuar. Fazë që duhet kapur nga familjarë, nga prindit, është kur fontanela, që është pjesa e sipërme e kokës, normalisht është në nivel. Në momentin që bëhet si govat, ose futet, pra duke prekur me gisht, ne konstatojmë, ose familjari konstatojmë që është si e zhytur, kjo tregon që ka humbje të lëngjeve dhe duhet të adresohet për të marrë perfuzione me rrugë venoze. Pra, kujdes mos si neglizhoni këto 3 shenjë që tha doktor Edmondi. 3 shenjat janë shumë të rëndësishme për të treguar nëse kemi të bëjmë me dehidrim. Po nëse fontanela është pak si e ngritur? E ngritur, atëherë kemi të bëjmë me një smundje tjetër. Gjithsesi që nuk lidhet me këto temperatura. Ajo që ka dehidrimin dhe që tregon humbjen e lëngjeve është e lidhur gjithmonë kur fontanela është në nivel. Është e zhytur si govat, e krahasojnë autorët studiusit. Po, kur mbyllet përfundimisht fontanela? Përfundimisht fontanela mbyllet 18 muajsh. Do thuash ti, mbas 18 muajsh, si do e konstatojmë dehidrimin? Kemi këto shenjat e tjera. Kemi shenjë e tharje, pra një fëmijë që i qanë pa lot, tregon që ka humbje lëngjesh në organizëm. Një fëmijë që ka një lëkurë të skuqur, të thatë, që buzët i ka si çara, përsi tregon që kemi humbje të lëngjeve në kështu në organizëm. Dhe kjo ndodh për shkak të ndetësisë, po humbja e lëngjeve dhe dehidrimi vjen dhe për shkak të probleme të tjera gastrointestinale. Për shembull, faktorët kryesor tani në verë kemi dëgjuar, jo diarea, jo në një virozë, të cilat sjellin pikërisht dehidrim dhe probleme të tjera shëndetësore. Si ta menaxhojmë diaren tek fëmijët? Po, sëmundja e gastroenteritit akut që quhet. Po. Pra që kap edhe stomakun dhe zorët, pra ne quhet gastro, që është stomaku, edhe enteritis, që është inflamacioni zorëve të holla. Pra, në këtë rast kemi të bëjmë me një patologji që ka si shenjë kryesore humbjen e lëngjeve. Dhe që klinikisht është shumë e lehtë për të evidentuar. Ka bark e të vjella. E që e kupton çdo prind çfarëdo niveli që të ketë. Pra një fëmijë që ka bark e të vjella, ose smundja diareike akute, si quhet ndryshe, shenja kryesore është barku. Ose mund të ketë vetëm të vjella, ose mund të ketë bark e të vjella. Po të dyja këto çojnë në humbjen e lëngjeve nga organizmi. Një fëmijë që ka të vjella të pandalshme, që vjell vazhdimisht, nuk mund t'i japësh ti nga goja. Asgjë. Sepse stomaku nuk e mban, është bakteri që e... aq më tepër. Dhe në rastet kur barku që kanë fëmijët mund të jetë jeshil, por pa gjak,
është zakonisht me origjinë virale, nga viroza që quhet. Këtu të bëjmë një dallim tani. Ai dallim shumë të rëndësishëm. Me mjekimin kjo gjë. Po, ka të bëjë shumë. Sidomos duhet diferencuar nëse kemi një diare akute ose një gastroenterit viral apo bakterial. Është e thjeshtë për të orientuar edhe familjarë, edhe prindi. Një fëmijë i cili del shpesh mbi 4-5 herë ujshëm, ka apo s'ka të vjella, ka të bëjë me smundjen e gastroenteritit akut, që në qoftë se është brenda moshës 12 deri 24 muajsh, në përgjithësi janë infeksione virale, që do të thotë nga ana tjetër që s'duhen mjekuar me antibiotik. Kjo duhet theksuar, sepse antibiotikët janë përdorur dhe po përdoren në masë. Në masë dhe po dëmtojnë shumë ecurinë e smundjeve. Pra, pavarësisht, infeksionet virale mund t'japin temperaturë edhe 40, po s'ka nevojë për antibiotik. Thjesht do menaxhohet temperatura. Vetëm me lëngje. Dhe temperatura me 2 ulës temperaturë që janë më të zakonshme. Paracetamoli dhe ibuprofeni. Te për temperatura, kur do t'ja japim paracetamolin të fëmijës? Se ka prindër që edhe 37,5 direkt paracetamolin. Zakonisht antipiretiket ose ulësit e temperaturës jepen kur në fazën asaj që quhet temperaturë febrile. Temperatura febrile është 38 e lartë. Amerikanët kanë tjera për masën, në fakt ata i fillojnë antipiretiket 39. Europianë 38,5 dhe Ballkanësit në 38. Po mirë, kjo lidhet me moshën e fëmijës, se një fëmijë? Jo, mendojnë që nuk është e dëmshme, sepse në bazë farmakologjisë mendojnë që nuk është dëmtuar truri. Kjo është ideja. Pra, ama si rregull i përgjithshëm që duhet ta mbajnë mend gjithë familjarët, prindrit që kanë fëmijë të vegjël, duhet të jetë që në rast se temperatura 38 e lartë, do antipiretik. Do zbritës të temperaturës. Që 2 janë gjithë botën. Paracetamoli, o takipirina e emra ndryshëm, ose ibuprofeni. Një herë njëri, një herë tjetër. Nuk lejohet që t'jepet 2 herë i njëjti. Për shkak të dëmtimit mëlçisë që thuhet veshkave me radhë. Po, sidomos paracetamoli dëmton shumë mëlçinë. Dhe nuk ka rëndësi, sepse shpesher dhe gabohet në uljen e temperaturës. Ja jep nga goja lëng, pastaj ja jep supost, pastaj mund t'ja bësh dhe injekcion. Është një njëjti medikament. Pra, nëse e jep nga goja, e ka marrë paracetamolin. Dozën tjetër do e marrë ibuprofen. Pavarësisht nga rruga që përdoret për të marrë medikamentin. Po kur nuk bie fare temperatura, doktor, si bëhet? Pra kemi dhënë paracetamolin, kemi pritur ato orën për t'i rënë ndërkohë ajo është rritur? Jo, nëse është infeksion viral, nuk jepet antibiotik. Zakonisht, përdoren dhe ato që quhen, si thua, ulësit e temperaturës, mjete fizike të uljes temperaturës, që janë duke filluar që nga kompresat në ballë, pse? Se atje ndodhen dhe qendrat e trurit të cilat ndikojnë në uljen e temperaturës, duke filluar nga banjat freskuse, banjë freskuse, jo duke i vënë dorën, ka një temperaturë caktuar, pra duhet të jetë 2 gradë më poshtë në temperatura e trupit banja. Pra nëse është 39, temperatura duhet të jetë patjetër 37. 2 gradë. Pra kompresa tek balli, te barku. Te barku. Tek djemt kemi dëgjuar te zona gjinitale. Genitale janë mjete ndihmëse. Nuk janë definitive. Definitive është shumë e rëndësishme që përpara se t'i bëhet duhet bërë përpara banja dhe pastaj t'jepet medikamenti. Jo t'jepet ulësi temperaturës dhe pastaj bën bajë. Sepse kur bën bajë zjerohen edhe gjakut, thithen me kollaj medikamentet dhe e shkojë mjaftueshme. Banja nuk mban më shumë se 10-15 minuta. Dhe ngrihet përsëri 40. Kurse gjatë kësaj kohe ti jep antipiretikun, krijon mundësinë që të zbresi avash avash. Pra menaxhimi është. Menaxhimi. Edhe një moment tjetër që s'dua ta anashkalojmë në rastet e gastroenteriteve bakteriale. Shenja kryesore për të dalluar një prind që ka një infekcion që duhet mjekuar me antibiotik, është kur të dalurat jashtë të fëmijës janë jeshile, janë si me muku, si me qyra dhe me gjak. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Dhe është shumë në 90% të rasteve duhet filluar antibiotiku, sepse është një infekcion bakterial që përparon. Që përparon. Absolutisht. Doktor, shumë faleminderit për këshillat.
edhe për kohën tuaj. Sigurisht të janë problemet të cilat do na shoqërojnë për gjatë gjithë verës dhe do të kishim mundësi ndoshta edhe herë të tjera të jepnin këshilla për fëmijët tanë. Faleminderit. Domosdoshme. Faleminderit dhe punë të mbar. Ishim me doktor Edmond Pistulli. Ndërkohë, pas publicitetit, një bisedë të cilin e kemi realizuar në fakt ditë më parë me Afrodita Zajon, studiuese, numerologe, flet për rolin e zërit në shëndetin tonë dhe sigurisht për numrat. Faleminderit.